Ky nuk lëshon dot pushtetin, shikoni çfarë bën, është kap në flagrancë. Hajdut me tunelin e Llogaras, e ka marrë zëvendës ministre, zëvendës kryeministre ka çuar në Ankara bashkë me te, kanë bërë pazarin me 50 milion euro si fillim, dhe tani mashtron si që është patrupsisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Hajduti certifikuar pezullohet dhe arrestohet, burgoset kudo në botë. Qoftë ai ministër, qoftë kryeministër, qoftë president. Dhe ky do të na mush mendjen ne se celohet kushtetuta, pse u pezulloj ka njeriu që ju garantojnë ju që ato 50 milion janë nofta 1/50 të atyre që ka vjedh ajo. Sa ajo u thoshte vetë atyre të tjerëve që vetëm kjo më kryen punë mua, vetëm kjo më kryen punë. Me kjo zbaton të gjitha ura. Dhe tani ushtron terror mbi gjykatën kushtetuese që ta mbrojë me çdo kusht. Natyrisht populli do t'i përgjigjet këtij qëndrimi, natën e zgjedhjeve trokitin der një person. La një zarf. Dhe iku. Në zarf shkruaj mos shko nesër në zgjedhje. Dhe ishin 1.000 euro. 1.000 euro. Mos shko nesër në zgjedhje. Gjithë natën u ropata. Të shkoj apo të mos shkoj. Pse të mos shkoj. Por nga ana tjetër, edhe kërcënimi ishte brenda. Sepse lekët mila dhe shkurja mendoja çfarë pasojash mund të ketë. Dhe si përfundim nuk shkova. Ky njeri i ndershëm, të themi atë që është amto apo jo, njeri që ishte. Dhe ky është efekti normë minimalt. Se efektet tjera janë dhe më mizore. Se kërcënimet tjera janë më mizore. Për të fituar mandatën e 4, ndërmori të njëjtat masa, madje në disa aspekte edhe më të egra se sa Maduro i Venezuelës. Arrestoi në vit elektoral lider të opozitës.